Personat që hanë vezë për mëngjes, urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga vezët e zjera dhe si ndikojnë ato në organizëm kur i konsumoni vazhdimisht? Në këtë video do ju njohim me përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve në menun tuaj ditore dhe ndikimin që ato kanë në mbrojtjen e shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët përmbajnë 280 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrnat që përdoren në skuqje mund të rrisin gjithashtu kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezëve si pjesë e një mëngjesi të shëndetshëm për organizmin mund t'i ofrojë edhe humbjen e kilogramëve të tepërt dhe të reduktojë gjithashtu një sër komplikacionesh të organizmit. Shtimi i vezëve në dietën tuaj mund të jetë një faktor parandalues kundër komplikacioneve. Shumë prej nesh mund të mos e preferojnë në konsumin e një veze të zjerë për mëngjes, por ka edhe diçka të gabuar pasi veza është e pasur me vlera ushqyese të domosdoshme për trupin e njeriut, dhe nëse përthithen këto vlera që në mëngjes, ndikimi i tyre në organizëm do të jetë më i shpejtë, më i mirë dhe mbi të gjitha do të parandaloni edhe komplikacionet. Shtimi i vezëve të zjera në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Vezët ndikojnë në tepërqëndrimi, reduktojnë gjithashtu edhe problemet e ushqyerjes së tepërt dhe gjithashtu mund të kombinohen fare lehtë për të rritur energjinë e trurit dhe për të lehtësuar momentet e lodhjes. Vezët do të ofrojnë gjithashtu yndyrna cilësore në dobi të vlerave të shëndetit. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin gjithashtu edhe problemet dhe komplikacionet e organizmit. Shtimi i vezëve të zjera në dietat tuaja ditore mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ndikuese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vezët e zjera, konsumi i tyre në formën e tyre natyrale mund të jetë gjëja më e mirë për t'i ofruar trupit. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës gjithashtu ndikojnë në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhojnë në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët i cilësojnë si një prej përzgjedhjeve më fantastike për të nisur ditën, dhe si të tilla ato do ta furnizojnë trupin me proteinën e nevojshme për të kryer kështu aktivitetet tuaja ditore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve. Mbi të gjitha, proteinat do ta ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu përfitime të mira edhe për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul gjithashtu riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose dhe verbëria. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë që të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D. Vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson edhe kockave për thithjen e duhur të kalciumit, për të qenë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të kalciumit në trup. Ky proces garanton që procesi i skeletit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të patur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të evitoni komplikacionet e tij. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga murojat më të mira për shëndetin tuaj dhe të lehtësoni edhe komplikacionet.
Ndaj, përdorimi i tyre me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë gjithashtu edhe një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Vezët e zira mund të kombinohen në sallata, në spinaq, në patate, në pul ose në peshk, si një element i një ushqyerie të domosdoshme. Sipas ullumtimeve të publikuara së fundmi, vezët e zira të ngrëna 1 deri në 2 vezë çdo ditë mund t'i japin gjithashtu përfitime të rëndësishme ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse po kërkoni një mënyrë për të rinisur edhe marrjen e sasive të duhura të proteinës në dietën tuaj, atëherë shtimi i vezëve të zira mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit tuaj. Kur konsumohen në mëngjes, vezët e zira i bëjnë njerëzit të ndihen të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Vezët duhet të konsiderohen burime ushqimore të mira për shëndetin tuaj nëse konsumohen brenda rekomandimeve të duhura për shëndetin. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave, ato janë të larta në vitamina dhe minerale, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B12, vitaminën D, jodin, folatin e të tjera. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit dhe të lehtësoni kështu edhe komplikacionet e tij. Një i rritur tipik mund të konsumojë deri në 7 vezë në javë pa u shqetësuar shumë për ndikimin e tyre në organizëm. Vezët janë të pasura gjithashtu edhe me minerale duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jodin, folatin e të tjera. Ndaj konsumi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një shtim fantastik i ushqyesve të duhur për shëndetin tuaj dhe të lehtësoni edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për organizmin dhe ju duhet i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kështu ndikimet e tyre fantastike do të jenë gjithashtu më të fuqishme dhe do të lehtësoni komplikacionet të organizmit. Shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore mund të përkthehet edhe në një mbrojtje më të mirë të elementeve ushqyes. Një vezë e madhe e zier fort ka rreth 72 kalori, 5 deri në 6 gram yndyrë, 1.5 gram anëndyra të ngopura, 6 deri në 7 gram protein. E verdha është veçanërisht e pasur me vitamina dhe minerale, siç janë këtu vitaminat A, vitaminat B, riboflavina, folati, hekuri dhe zinku. Sipas Jeremy O'Neill, dietolog i specializuar i certifikuar në menaxhimin e peshës, shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mburojë më të mirë të shëndetit. Vezët janë burime të shkëlqyera të kolinës, një mineral thelbësor që mund të shtohet edhe gjatë shtatzanis, i cili do të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të organizmit dhe do të nxjisë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe ju duhet i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Rëndësia e madhe ushqyese e tyre do të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Mëngjeset me vezë të zira do të sigurojnë gjithashtu edhe sasinë e rekomanduar ditore të niveleve të proteinës. Ajo nuk është e mjaftueshme për të ulur gjithashtu ndikimet ditore, por shtimi i vezëve të zira në shëndetin tuaj mund të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, vezët e zira në menun tuaj ditore, sipas ekspertëve të Healthline, do të luajë një rol fantastik edhe në marrjen e niveleve të duhura të këtyre mineraleve. Vezët e zira mund të konsumohen çdo ditë në dietën tuaj, dhe ndikimet e tyre fantastike do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, ato, sipas ekspertëve të Healthline, do të jenë mënyra më e mirë për të nisur ditën dhe për të parandaluar komplikacionet që ju kanosen. Shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore mund të jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese me ndikime të larta për shëndetin dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni që vezët i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato ofrojnë. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.